17 milion euro, por të kthyer në lingotet prej ari, pra lingotari, u kapën që shkonin drejt Kosovës, u kapën këtu nga policia italiane së bashku me policinë e gjandarmerisë së Francës, dhe për brenda 10 muajve këta zotërinj kishin bërë 10 muaj, brenda 10 muajve 17 milion euro, dhe në këto 17 milion euro që kishin bërë, i kishin kthyer këto eurot në lingota ari, pra në 55 lingota ari. Si që kemi thënë, ti prek çdo gjë, por po prek e arin, ke prekur Zotin. Kështu që kush është rastësisht le t'i bëj like faqe si shihemi sërish, dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Pse informohemi gjithmonë këtu? Informohemi sepse nuk është se nuk do t'i kapnin nëse do të bënim punë të tilla, por duke i kthyer në flori, pra duke prekur floririn, atëre ti ke prekur Zotin. Pse e them këtë? Sepse nëse do ta marrim në mënyrë valutore, sa janë 55 lingotari. 55 lingotari në gjuhën e euros janë 17 milion euro. Por varet sa janë, sepse sa kile janë. Ato ishin, me sa mora vesh unë, 55 kile. Dhe po të bësh një llogari, nëse do të ishin para normale dhe nuk do të ishin lingotari, pra që qarkullonin normalisht, unë them që nuk do të ishte bërë kaq buj sa u bë. Ju si thoni, doja një mendimin tuaj. Megjithatë, për ta thënë për ata që nuk e kanë lexuar lajmin, janë kapur 4 njerëz, 4 trafikantë, si mund të quhen, dhe këta njëri prej tyre çonte para me një fjalë lingotat e arit, i çonte në Kosovë dhe në Maqedoni. Tani nuk dihet nga janë, sepse dikush mendon që është një organizacion shqiptar, është një grup shqiptarësh, por këta që janë kapur, asnjëri nga këta është shqiptar. Megjithatë, si është e mundur, thon këta, që shkon pra ky flori drejt Kosovës dhe Maqedonisë. Megjithatë, doja të theksoja edhe një herë, sepse kjo është gjë e rëndësishme, kur flitet për arin, që të gjithë, sepse ti mund të flasësh për diamantin, mund të bësh budallë që për shembull me punë të tjera, por kur ti prek arin, aq më tepër në këtë periudhë, sepse ari tani është shtuar gjithmonë. Ju dini që ari shtohet, por në këtë periudhë është shtuar gjithmonë më shumë. Merreni me mend tani se çfarë lajmi mund të përhapet nëse bën punë të tilla. Dhe në fakt ishte kjo arsyeja që s'ka gazet dhe televizion pa folur dhe lajme pa folur për këtë lajm. Nuk e di e pat apo jo, por këta 4 deri tani, këta 4 që kanë kapur, nuk kanë thënë se kush janë, kush është organizata e tjerë. Megjithatë, puna që kanë bërë është vërtet është një punë e inteligjencë, sepse marrin para, i kthejnë në lingota ari dhe i çojnë në Kosovë, në Maqedoni. Shumë e bukur kjo. Më vjen për të qeshur sepse ku shkon mendja, e kupton? Tani nuk është më si dikur, sepse përsëris edhe një herë, ndaj informohemi, sepse sot ti nuk mundesh që të lëvizësh me gjithë atë sasi parash, sepse këta i vendosin parat në për makina, në për poshtë makinave, në për dyert e makinave, dhe kështu i kapin tani. Dhe çfarë bëjnë? I kthejnë në lingota ari. Megjithatë, doja t'ju pyesja juve, kur të bëni para, me një fjalë para normale, po flas, ato parat që punoni, që doni ti investoni, mos investoni rrugëve. Pse duhet investoni rrugëve? Mund t'i ktheni vërtet në ar dhe lingotat e arit ti fusni në bank. Për shembull, nëse keni punuar, bie fjala, një familje, 4-5 antar të familjes, për një vit, apo një vit e gjysmë, apo 2 vjet, dhe keni hequr, për shembull, minjan,
70-80.000 euro. E zëm. Ke një lingotari, edhe sikur të jetë 100, një lingotari e vendos në bank dhe je në rregull. Tani do thoni ju, po mirë, ata që fitojnë 55 kështu lingotari, si do t'i vendosin në bank? Këtë se di, është pak e vështirë kjo si përgjigje. Po qesh, sepse teksa presin tani që t'ikim në punë, fillojmë punën, po lexoja dhe nga të gjitha lajmet unë shikoja ndonjë çfarë mund të flasin, çfarë mund të bisedojnë që të vinë ndonjë ide, dhe kur shikoj aty gjithmonë më dilte kjo e lingotat prejari, është bërë buje madhe, dhe kështu që tani thash, mund të bësh çdo gjë, mund të merresh me çdo gjë, po kur flet për lingotat e arit është dhe punon me lingotat e arit është pak e çuditshme. Megjithatë, doja t'ju thosha që nga kohrat e lashta, ari mendohet që ka qenë dhe është i perëndive ose i perëndis, sepse e përsëris edhe një herë, tregohet që kush dominon planetin, mund të jenë specie të zhvilluara që po e them vërtet këtë, që mendohet konspiracion që mendohet që përveç se dominojnë, por kanë rëndësinë e arit. Me fjalë, ajo është pjesa kryesore për ta, sepse tregohet që ka disa vende që kanë nevojë për ar, si për shembull disa planete ku ata kanë jetuar, disa vinë dhe e marrin dhe ikin, të tjerë që gjende këtu thuhet që e bëjnë me shkëmbim, pra japin ar dhe marrin diçka tjetër që nuk e kuptova se çfarë. Dhe po të shikoni edhe në tekstet antike, flitet për arin monokromatik, i cili është pluhur, i cili e merrnin nga hundët, dhe ishin këta zotat ose perëndit, si quheshin. Dhe është e shkruar kjo në për plakat e sumere, kështu që po ta shikoni në të gjitha shkrimet e lashta, flitet gjithmonë për arin, që për rëndësinë e tij dhe për që nuk i përket njerëzve, me pak fjalë. Kështu që bëni kujdes sepse po na marrin tani telefon. Bëni kujdes sepse ka njerëz që nuk i din këto dhe na vjen keq kur janë nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria. Na vjen keq. Tani nuk i di askush tani se si kanë ardhur, me fjalë si kanë bërë këto para për t'i kthyer në ar. Dhe kjo është tjetër gjë, është vërtet serioze. Por po thosha që për të kthyer në ar, nga paraja në ar, është, me sa e kuptova, është ide e mirë. Por duhet vendosur në bank. Kështu që kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj të gjithëve dhe sa më shumë lingota. Hajde, ditë mbarë.